Nëse këmbën e djathtë e lajm, pastaj e vojshëm çorapën. Tana e lajm komën e majtë dhe veshëm çorapën. Në këtë rast, a lejohet më dhon mes? Thot, kjo është koma e djathtë. E ke la komën e djathtë, pastaj e ke math çorapën. Pastaj komën e majtë, edhe ke math çorapën. A bën me mes? Jo, vllajmi. Në gjitha hadithet që ka ardhur ka thënë pejgamberi ka thënë da'huma fa inni labistuhuma tahiratin. Ka thënë lej nga se unë kam bath mestet duke i pas këmbët të me abdest. Çfarë është kjo qëllimi thot? Çorapet mbathen mestet, mbathen masi të mbarosh abdestin. Jo, thot e lan komën e djathtë, pastaj e math çorapën, pastaj e mathën komën e majtë, e math çorapën jo. E mbaron këtë abdesin, pastaj mbath çorapet, pastaj i jep mes.